Genci, e dëgjove kryeministrin. Domethënë, janë disa deklarata, unë po e nis nga kjo e fundit një herë. Si vlerëson në radhë parë? Tani të marrësh të komentosh Edi Ramën përse shpeshherë është një sport tek i cili ai të tërheq edhe në mënyrë ekstreme. Përtej asaj, duke i qëndruar çfarë pritet ndodh deri në 11 maj, ka shumë pikë pyetje. Shiko, nesër Velia teston lirinë e tij, ndërsa Rama pushtetin e tij. Nesër. Po, këta janë dy hasëm të përjetshëm, sepse Edi Rama është personi i cili e ka fut në burg Erion Velin. Sepse e ka përgatitur me shumë kujdes arrestimin e tij, siç e kemi thënë, me heqjen e gradave, si dhënës lejesh ndërtimi, me heqjen nga drejtues politik në Tiranë. Pra, ai qartazi e ka treguar profilin e tij, Karshi Erion Velis. E kemi thënë në këtë studio që diskutimi ka qenë para apo mbrapa zgjedhjeve, goditja. Dhe si duket ka vendosur përpara zgjedhjeve për shkak se Erion Velia sigurisht që nuk do të punonte për votat e partisë cilës i përket. Kështu që po dhe Edi Rama është hallexhi i madh fakt. Pra ti e shikon këtë një nga fushat më të rëndësishme të betejës së Edi Ramës. Dhe vetëm fjalorin e tij po të marrësh të analizosh, ajo tregon që ai aktron në një mënyrë jo të besueshme më. Është një krizë totale. Cila është kriza sot e Edi Ramës? Atëherë është kriza e përfaqësimit. Sepse Edi Rama ka gjysmë e partisë në burg. Dakor? Dhe kjo është e para, e të parave. Dhe sigurisht që ai e ndjen pak a shumë. Ju shikoni, krau që i ka hapur të rinjve, njerëzve që s'kan shumë informacion për të, që janë të rinj në politik. Pra ky thjesht jo dha edhe vend të sigurt në listat e votave. Pra ky është peshku i cili në mënyrë ciklike do ndrojë ujin. Po peshku, kjo bëhet që peshku të mos ngordh. Edi Rama është peshku në akvarium. Dhe po ndron ujin, po vazhdon ashtu. Kjo është një nga pjesë. Sa i përket gjyqit, të kalojmë këtë tema e Velis, sepse besoj nesër do të jetë një betejë. Nuk e shikoj dot të ndara pra. Jo pra, unë ta thash pra. Ta thash tesi i lirisë atij me tesin e pushtetit të Ramës. Pra, Erion Velia taktikisht do ta lër veten në burg. Unë flas si një avokat penalist. Pse? Ai të gjithë apologjinë e tij, gjithë mbrojtjen e tij e ndërton mbi bazën e denigrimit të një prokurori. Po, e ndërton mbi bazën e denigrimit të një prokurori dhe por shikoni vëmendje, ai denigron Olsi Dadon, po nuk thot asnjë fjalë për Altin Dumanin. Ndërkohë që ata janë, të lutem, ata janë të dy prokurorë të çështjes. Personalizimi i luftës jo moleston gruan time, jo historia të kësaj natyre, jo i thash kështu, më tha ashtu, etj. Këto nuk i krijojnë kushtet për një mas tjetër Erion Velis. Erion Velia duhet merret me element. Ka apo s'ka fajsi se ka gjysmë e bashkisë në burg. Dakor? Dhe ai gjatë gjithë kësaj kohe ishte kohë mjaftueshme të paktën për të mbarsur opinionin, me një bindje që ai është gabimisht me këtë masë represive.